Po ju bëjmë dije për sot projekt vendim, me falni, njoftimin edhe që kemi për mbledhjen e radhës Këshillit Bashkiak, që u anullua dje për arsye korumi, edhe u la për sot. Kështu që po ju them gjithë pikat. Është pika nuk mëni projekt vendim për dhënien ndihmës ekonomike për muajin tetor. Pika nr. 2 është projekt vendim për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi zbatimin e programit për ndërtimin e një banese me kosto të ulët Bashkisë Dibër. Projekti 3 është për miratimin e numrit maksimal të punonjësve të administratës Bashkisë Dibër, nisur në varësi dhe të njësive administrative për vitin 2026. Pika nr. 4 është projekt vendim për miratimin e paketës fiskale të Bashkisë Dibër për vitin 2026. Pika nr. 5 është projekt vendim për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social subvencione interesave të kredisë i financuar me fondet e buxhetit shtetit në Bashkinë Dibër. Është pika nr. 6 projekt vendim për miratimin e buxhetit vjetor të Këshillit Bashkiak Dibër dhe planin e aktivitetet dhe konsultimit publike. Pika nr. 7 është projekt vendim për miratimin e fondit të ndihmës shtetërore financiare. Pika nr. 8 është rishqyrtimi i vendimit nr. 78 datë 3/11/2025 për përdorimin e fondit të akorduar nga emergjencë civile për shpenzimet e blerjes karburantit. Dhe propozojmë pikën nr. 9, me që është kthyer nga prefekti, propozojmë ta fusim në endin e ditës. Atëherë për procedurë kush e don fjalën përpara se të miratojmë endin e ditës? Po. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë këshilltar. Njëjti problem përsëri nuk e shikojnë në endin e ditës, vakanca në Këshillin e Qarkut. Mbledhjen e kaluar e ngrita përsëri këtë problem, nuk këmbgula pasi ishte mbledhja e parë drejtuar nga ty, sot dua një përgjigje. Përse nuk është rendite? Faleminderit. Dua një përgjigje. Po, atëherë kush e do fjalën? Po Alketa? Atëherë lidhur me këtë pretendim, jo, problemi im ka të bëjë me të tjera çështje, nuk ka lidhje me këtë që ngriti kolegu. Nëse ka një përgjigje për të mundet dhe unë e marr fjalën më pas. Vazhdojmë me... Atëherë, të nderuar koleg, i nderuar zoti Sava, urime dhe suksese në detyrën. Zonja Alketa, po, lidhur me pretendimin që ka këshilltari, unë desha të diçka. Ysen, e kisha e hapa për procedurë, ju lutem rrini procedurës së rendit ditës. Do ta kalojmë në momentin për procedurë. Merrni fjalën, pastaj kur ta marrësh fjalën mund ta... Po Alketa, vazhdoni. Faleminderit. Atëherë zoti Sava, unë jam zonja Agolli, zonja Alketa. Më fal, zonja Agolli. Unë ju uroj suksese në detyrën tuaj si kryetari i Këshillit dhe uroj dhe shpresoj që të jeni korrekt në zbatim të ligjit dhe rregullores. E mbi të gjitha do doja që qëndrimi juaj të jetë koherent, të mos ketë varësi në lidhje me funksionin që ju morët, në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme, shumë të ndjeshme për qytetarët Dibran. Dhe ka të bëjë me projektin Skavica, projektin vrasës, zhdukës, asgjësues, kriminal, korruptiv, projektin Skavica. Unë uroj dhe besoj që ju, si kryetar Këshilli, do të keni aksionet tuaja, qëndrimin tuaj në lidhje, duke menduar dhe shpresuar që ky qëndrim do të jetë koherent, po i njëjti në lidhje me këtë projekt. E për të vazhduar në lidhje me çështjet e mbarvajtjes së Këshillit Bashkiak Dibër, prej kohësh kam kërkuar që këshilltarët të shprehin në zbatim të ligjit 139/2015 dhe ligjit 93/67/2005 qëndrimin e tyre, pozicionin e tyre në lidhje me konfliktin e interesit. Ju lutem në mënyrë të përsëritur, kam kërkuar në këtë sallë që këshilltarët bashkiak të shprehen nëse janë në konflikt interesi apo jo. Në të kundërt, i bëj thirrje prokurorisë së rrethit gjyqësor Dibër të hetoj çdo këshilltar në Këshillin Bashkiak Dibër për pozicionin e tij për zbatimin e konfliktit të interesit. Faleminderit. Fjalë ka zoti Uka. Me rendin e ditës i paraqitet, zoti kryetar, u shoh këtu që janë dy dokumente që mungojnë. Mungon projekt vendimi për miratimin e buxhetit vjetor të Këshillit Bashkiak, i cili besoj se nuk mund të miratohet pa qenë pranisëm si dokument, dhe besoj se kjo do të zgjidhet
bashkë me projekt buxhetin e bashkisë. Dhe projekt tjetër këtu shoh ka 1.7, projekt vendim për miratimin e fondit për ndihmë shtetërore financiare, që nuk përcakton as se kujt i shkon kjo ndihmë financiare, as kush është personi, as vlera, domethënë këtu thot projekt vendim. Ndërsa ndërkohë tash i shoh që na ky zotëria i Këshillit që Ilir janë ca gafa që më vjen keq, po s'do të këtu thua projekt vendim, ndërsa në fakt i na sjell një urdhër. Këshilli nuk miraton urdhra i dashur. Këshilli miraton projekt vendime. Dhe ke sjell një projekt vendim, një urdhër që ky urdhëron, kryetari i bashkisë urdhëron stafet e tij, po se kryetari i bashkisë nuk urdhëron Këshillin, bashkë me një letër identiteti që është ku veç të tjera këtu mungon atësia, mungon dhëna të tjera personale të këtij personit. Dhe kjo nuk është serioze, ti na sjellish një dokument të tillë këtu. Në qoftë se bëhet fjalë për pikën 7, nuk e di, është fjala për këtë? Mund të vazhdosh Hisen, ta paraqesit të japun përgjigje nga një. Pika 7 që thu projekt vendim për miratim fondit për ndihmë shtetërore financiare. Dhe unë e lidhi kështu vazhdimësim fakse përfundoje fjalën në sens se do të japun përgjigjen. Po, ja, përfundova. Kjo ishte pra, edhe një tjetër problem kam unë lidhur me zëvendësimin e komisionit në komisionin e ekonomisë dhe të financës. Tash kemi një vakancë që është krijuar me rastin e largimit tuaj si ndërtyrën e kryetarit. Duhet të zëvendësohet personi i duhur që drejtojë, sepse tani problemet për Këshillin. Nëse se keni gati propozimin, e hedhim me fusin në ditë dhe zëvendësohen sot ose ajo është e zgjidhur sepse ju mund të propozoni. Personi i larguar është i grupit këshilltarë socialist, ne ta zgjidhim. Atëherë propozimet tona. Propozoni kod të fut në komisionin. Dakor. Faleminderit. Atëherë kush e do fjalën tjetër kush për procedurë? S'ka. Atëherë në lidhje me pikën numër 6 është projekt vendimi për miratimin e buxhetit vjetor të Këshillit Bashkiak Dibër, planit aktivitete dhe konsultime publike. Është një draft projekt që është që në 2020-ën, me sa kam dhënë unë, që është futur në rregullohet e Këshillit Bashkiak, që këshillat të përfitojnë, të kenë mundësinë e aktivitetet e tyre, të patë kenë një buxhet për të realizuar sa më mirë aktivitetet e tyre. E shoh që nuk ka interes nga këshilltarët që të merren me këtë pikë. Edhe propozoj, me që ju se çani kokën për projekt vendimin e miratimit të buxhetit vjetor të Këshillit Bashkiak, propozoj ta heqim nga renditës edhe ta lëm pa buxhet Këshillin Bashkiak, sepse nuk keni asnjë interes. Ku nuk keni ju interes, ku është interesi im? E propozoj e heqim fare, me që edhe i sjeni thotë që nuk kam asnjë informacion, sepse informacioni i projekt buxhetit për buxhetin e Këshillit ka qenë gjithmonë aty. Gjithmonë ka qenë aty. Gjithmonë kemi pasur draftin. Ju nuk thoni propozime, e heqim nga renditës, nuk kemi atë fare, rrim pa buxhet, më falni se u thash rrim pa buxhet, s'ka asnjë problem fare. Në lidhje me pikën numër 7, këtë pikë kam kërkuar ta fusun. Ma jep ligji të drejtën si këshilltar. Por të plotësohet me dokumenta, e kam kërkuar. Është një qytetar nga Lura, i është djegur rreth një viti më parë, i është djegur kulla 3 kaçe. Ekzistojnë gjithë dokumentat. Bashkia Dibër, institucioni ose më saktë drejtoria që merret me këtë punë ka qenë emergjencë civile, ka qenë në 2 drejtori, tash është bashkuar me 1. Drejtoria që ishte ose më saktë drejtori që ishte apo një punonjës tjetër nuk ka dashur sepse nuk ka hëngër dreka ditë Lur. Nuk i kanë shtruar një drek edhe nuk i kanë bërë dokumentat e nuk i kanë ndërzuar Këshilli Bashkiak. Unë mendoj se ky qytetar, sepse mund mes bulevardit u dogjën 6 apartamente edhe u shpërblyen gjithë në bazë ligjeve shqiptare. Kam kërkuar ta fusim në rendite që drejtoria të zgjohet edhe t'i bëjë projekt vendimit. Këshilli Bashkiak është shumë e vërtetë zoti Uka që miraton projekt vendime, por Këshilli Bashkiak krijon edhe vendime. Është e drejta jon si këshill që të nxjerrim dhe vendimet tona. Pra nuk po kërkojmë t'i japim, zoti Uka, një gjë që si takon, po i është djeg një kull 3 kaçe në tërsinë e saj. Në qoftë se ju nuk jeni dakord, e heqim nga renditës, s'ka asnjë problem. Po unë do ta sjell prap. E prap derisa ti marrë rrugë kjo punë. Nuk mund ta lëm qytetarin në rrugë të madhe, se jam djegur blet, është preventimi përkat i firmosur nga gjithë ekspertët. Thjesht këtu tek ne tek Këshilli nuk bëhet projekt vendimi me gjasmen që nuk e ka bë ai i pari, edhe unë se bëj. Duhet të marr fund këtë gjë, edhe unë dua mbështetjen tuaj që këto gjëra të marrin fund.
Po, zoti Uga. Faleminderit, zoti kryetar. Lidhur me pikën e parë që thatë ju për projekt buxhetin e Këshillit Bashkiak. Për projekt buxhetin e Këshillit Bashkiak, rregulloria ka shumë të qartë. Kryesia e Këshillit mblidhet më parë, ndjek procedurat e hartimit të një buxheti dhe bën rregullimet e përmirësimet e duhura. Unë nuk thash se të hiqet si projekt buxhet, po thash të sillen dokumentacioni i nevojshëm. Unë mendoj se kemi një propozim direkt, ta heqim fare kësaj radhe lëmë. Jo, nuk e kemi të drejtë ne ta heqim sepse e ka rregulloria. Po atëherë duhet. Ai është dokumenti i detyrueshëm. Siç është buxheti i bashkisë. Në këtë rast sot do ta trajtojmë, Çfarë kërkesë keni? Po si të mendoni ju tash se unë një mendim jam. Mendimi im është si ju. Unë jam një nga 31 këshilltarët. Më duket se sugjerimi ju ishte i drejtë që ne të mlidhemi gjatë javës me kryesin të bëjmë rregullimet e duhura, se në qoftë se do të lëjmë, po ne se kemi fare dhe atë që thuti që është drafti, se ka sjellje. Draftin ta ve nuk është drafti bosh më buri dhe drafti bosh është për ta plotësuar ne. Ka një draft bazë. Por ai plotësohet. Jo, ai ishte i plotësuar ai që na ka sjell ne si elektronikisht. Nuk mund ta sjellë të plotësuar se presupozohet ta plotësojmë ne. Në rregull, dakor. Por ka një draft ide. Unë them që nuk ai ta sjellim në periudhën vazhdim. Atëherë ju kërkoni që pika numër 6 ta spostojmë për mbledhjen e radhës. Si të mendoni ju më se unë po dhe tjetër më fal Asit, dhe lidhur me këtë problemin e këtij, edhe lidhur me këtë që janë dokumentat vitit 2024. Unë nuk marr përsipër të them që ka të drejtë as ka të drejtë qytetari. Unë marr përsipër të them që ky urdhër nuk është dokument që mund të shqyrtohet në Këshill, sepse tipologjia e këtij, formati i këtij është tjetër gjë dhe është prodhim i Bashkisë Dibër dhe nuk është produkt për në Këshillin e Bashkisë. Për të qenë i tillë ai duhet të jetë projekt vendim dhe vit bëhet vendim këtu. Nuk ka asnjë problem me personin. Nuk do ta sjellën asnjë si projekt vendim. Po ne nuk miratojmë urdhra këtu. Është juaja, fjala juaj kjo. Rregull, s'kam ndonjë gjë personale me atë, se zoti Ademi. Jam dakord që shqyrtohet sa i përket pikës 6, ka 6 vjet koncidonin me buxhetin 6 vjet, 6 vjet unë kam qenë personi kundra. Tash im lindë drejta, 6 vjet çka keni bërë me këtë buxhet? Më lind pyetja mua. Pse nuk e keni zbatuar? Dhe po të jetë normale një vend se cili nga ju do të marrë princip se keni zbatuar. U kum thon shprehimisht ky buxhet nuk zbatohet, se nuk ka mekanizëm. Kështu siç e mendoni ju, nuk ka mekanizëm. Unë nuk jam mos ketë këshilli buxhet. Po ju merri me, s'do të ofendoj asnjë profesion, kjo është punë juristash edhe ekonomistash. Nuk është punë kush doja me fol. Ai buxhet ti bën në sot prap nuk e zbaton, se nuk ka mekanizëm, nuk ka shef finance. Majsh 20 milion lekë do të kesh një shef finance. 50 ka shtëpi kulturës. 50 milion ka pallati kulturës, ka shef finance, ka ekonomist, ka këta. Unë jam me mënyrën tjetër që u kam thënë 100 herë. Buxheti miratohet në tërësi, vlerë, futet në buxhet, edhe gradualisht gjatë kohës, çfarë të dalë Këshillit, vin këtu miratohet në Këshill projekti, që me projekte e bësh, i shohet bashkisë, e zbaton edhe në funksion. Por nuk mund të bësh buxhetin ta delegosh një institucioni që s'ka strukturë. Okej. Dhe këtë kam thënë për herë. Prapë po u them, unë kam të drejtën ligjore, morale, të kërkej llogari, pse nuk e keni zbatuar? Okej, faleminderit zoti Ademi. Atëre, zoti Sava, jemi keni një ditë se të lutem lidhje me procedurën. në lidhje me këtë pikë, në lidhje me po sigurisht. Okej, me 6-ën, okej, në rregull. Po. Po sigurisht, ju nuk mund të më hiqni të drejtën e fjalës. Po të heq drejtën e fjalës. Okej. Atëre, në lidhje me buxhetin e Këshillit Bashkiak. Kolegë, ne duhet dim që Këshilli Bashkiak është institucion shumë më i rëndësishëm se institucioni i kryetarit bashkisë. E normalisht është institucioni në cilin merren vendimet. Është institucioni në cilin merren vendimet, është institucioni ligjvënës i Bashkisë Dibër dhe kryetari i bashkisë është ekzekutiv. E normalisht për shkak të kësaj hierarkie, Këshilli Bashkiak duhet të ketë një buxhet i cili prokurohet dhe ndiqet nga Bashkia Dibër, nga institucioni i bashkisë, nga financa. Politika shqiptare e ka glorifikuar funksionin e kryetarit bashkisë
e ka sjell gjithë pushtetin dhe gjithë autoritetin tek një person i vetëm, që është kryetari i bashkisë. Në fakt nuk është kështu, sepse pushtetin dhe autoritetin e ka Këshilli. Ne jemi qytetarë të votuar, përfaqësues politik, të votuar nga qytetarët e Dibrës. Personalisht mendoj që duhet i kthehet autoritet Këshillit Bashkiak, duke i vendosur një buxhet për të kryer procedurat, qoftë edhe këto projekt vendimet që printohen dhe na vjen në dispozicion, sigurisht në zbatim të rregullave dhe ligjit aktual në Shqipëri për prokurimet publike, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që Këshilli Bashkiak të ketë buxhet për të kryer funksionin e vet, funksionin për të cilin është mandatuar nga qytetarët e Dibrës. Faleminderit. Edhe një herë, me që jam në Komision të Ekonomisë, më vjen keq, nuk duhet të ofendoj askund. Kur të nxjerr fjalën diko dhe ofendosh. Këse ju Këshilli Bashkiak ka buxhetin grandin e vet. Duhet të lexoj. Ka një grant, ka fondin rezervë, që e qarkullon vetë, ka buxhet, se dhe e veshtë tek buxheti i Këshillit Bashkiak, lexoni, shihni, lexoni ai letër më burse, më dilni kështu blof. Ka buxhet. Dhe gjithë ato ndihma që jep nga fondi i Këshillit. Të gjitha ndihmat që jepen nga fondi i Këshillit. Por ju bëni një gabim, po a them përsëditi. Ju i vëni institucionit buxhet. Nuk i vëni institucionit buxhet, se s'kemi institucion na. Kur të kalojmë tek pika e hapjem e diskutojmë, nuk ka problem ke pika në ditët kështu që. Jo, të miratojmë në ditët, të vazhdojmë mbledhja kur shkojmë ke pika 6 e zbërthejmë të gjithë, s'ka si problem. Edhe një herë që ju keni një ves. Ato e di unë se unë. Jo, duhet fillojmë mbledhjen zoti Ademi që jemi në. Po pse unë pengogem ta gjithë pas në drejt fëri dhe unë pengogem. Jo, mos ka si problem thashë. Ta flasin kumdë dhe unë pas kam drejt mos fëri unë. Po jo më ta ndërpreva fjalën. Çfarë po flisni, a kuptoni? Ta ndërpreva fjalën. Kur folën këta, lek, kur folën këta që kanë mëna kuadrati. Kur folën mund ndjenjë atë miratim ato. Për një të pikë që fëri zotria dhe zotria fol edhe unë. Pse ke unë ta e derka me thonë që ti ta mshelim një ç'do thati ne? Zoti Ademi, në lidhje me pikën numër 6, ti e folë pak më parë. Jo, unë ishte për diskutimin e diskutuar pikën numër 6 ti një herë. Zonja Golli e diskutoi një herë. Ti i bie që ti po diskuton për s'diti. Pa të rrim pap pika numër 6. Ora është drejta jote ta diskutoj 7 herë. Por nuk mund të rrim pa të mbledhjen. Ta agrin 100% për ta diskutuar komun. Po ta vazhdojmë mbledhjen. Duroj një minutë. Po s'kam vazhduar mbledhjen mua zoti Ademi. Në këtë aspekt të thash, unë ta kërkova si mirëkuptim. Duhet vazhdojmë mbledhjen, kur shkojmë ke pika numër 6 e diskutojmë. Edhe një shko ku dushti, se më intereson fare mua. Ku shkon te ke 5 ke 6. Por çështën që po flisim. Mund kum tagrin e plot, ma keni dhënë ju. Më keni dhënë ju këtë tagër që diskutoj për financat. Vet unë kam, ata kanë një tagër tjetër për një pjesë tjetër. Kur të hiqë pjesë vet ata, unë i gjej. Unë pavarësisht jam në këtë komision, unë kam votuar për herë kundra. Dhe kanë dalë fjalët e mia komplet se s'keni zbatuar asnjëherë. Edhe një shishe ujë se ne keni marrë. Se s'keni si e merrni, unë u them shqip më shumë. Ju nuk dëgjoni. Nuk mund ta zbatosh kështu si e bëni ju. Ka forma tjera për ta zbatuar, po ju nuk pyesni. Lenjë se po e thash unë se bëni hiç. Po u thash unë bënja kështu thoni jo. Dhe keni ngel në klasë që 6 vjet se bëni një buxhet. Dhe prapë po ta them, lindë drejta. Pse nuk e keni zbatuar? Kush do marrë përgjegjësi për mos zbatimin e buxhetit? Ku ka shkuar para? Ku ka shkuar para ti? Ti 6 vjet? E din? Nacionalizmi, 6 tarkate 220 milion lekë kanë shku, ku i keni çuar 220 milion lekë? 6 vjet ka 20 milion, 220 milion, ku i keni çuar? Kam të drejtën morale, ligjore të kërkesë sa, ku i keni çuar 220 milion për 6 vjet? Këshilltar duan privilegje. Çfarë privilegje ju? Merrni 220.000 lekë për një mbledhje. Da keni buxhet ju, ta hajtë çapetni ju, ta tani të preni ju. Atëherë të nderuar këshilltar, vazhdojmë me rendin e ditës. I lutem me miratimin e ditës. Pra u shtua pika numër 9. Jeni dakord me pikën numër 9? Edhe gjithë rendin e ditës ta hedhim në tërësi në votim apo ta ndajmë? Atëherë e hedh Sekretar, nëse pika numër 9 është fjala për atë taksive, për rregulloren e taksive të kthyer nga prefekti.
Ne mund ta kthejmë, po ne prap atë do miratojmë, nuk bëjmë ndonjë ndryshim. Mund të them që ai të mos futet fare në renditës nëse se ne kemi dhënë një herë mendimin për atë. Ai e ka rikthyer, por mos arsyeja e rikthimit. Pra, atëherë du ta lëm fuqinë. Si e lëm fuqi pa fundën e E lëm fuqi, futet po në ditën po për kishte. Po ta lën fuqi, po. Atëherë ato vendos këshilli. Atëherë edhe një herë për votim, ju lutem. Edhe një herë për këtë pikën që fute. Pse punoni me di standarde? Ka kthi edhe naftën e zerfikseve, prefekti. Nuk e di çau ka të sut, të hapim naftën, ja nuk e bët naftë, nuk më thonë në mbledhje, nuk e bët naftë, mas janë gjek zabetet. Nafta e bët kur jetu punon, pa punon nuk e bët. Atë naftës, që pas një interesa ju vetë, ta zamë, që se di ku shka këki tjetri, e kini fundë në ditës e ka këti prefekti. Dhe unë shishtu folë se e fute. Po të mësë që e fute ashtu. Ta shi këtë qetrën një e ka këti prefekti duhet me marrë në ditë, një ka këti në nuk duhet me marrë në ditë. Nuk e kuptoj që çfarë qëllimi shkini. Unë vetëm qëllimin s'po di. Qëllimi është shumë i hapur. Po kërkoj ta fus në ditë. Në rend ditët të kështë fut. Po atë po bëjmë, o asti ato po bëjë burit aty. Gjithmonë vonohemi tek lojrat e fjalëve. Ato po bëj, po kërkoj ta fusën në ditë. Është harruar më. Po pikërisht pra, këto dua të bëj. Atëherë me pikën numër 7, ju lutem ju lutem shprehni votën për rendin e ditës. Me apo pa shtesat? Me shtesën. Kundër. Atëherë ta administrohen votat. Po, zoti sekretar, sa ishin pro, kundër dhe abstenim? Okej, faleminderit. Atëherë, ju lutem të kërkoja ndjes zonjës Agolli dhe Tikut, do jap përgjigjen për 3 pyetje që bën, do jap përgjigjen në fund të mbledhjes, të vazhdojmë me mbledhjen sepse kanë shumë rëndësi pikat e ditës. Okej. Atëherë vazhdojmë me pikën numër 1. Zoti kryetar, edhe një sqarim, fal se nuk kuptova. Çfarë bën me këtë pikën 7 tash? E lam ta diskutojmë ku është pika dhe s'ka asnjë problem me jo, a do jetë as do hiqet nga rendi i ditës se mungon dokumentacioni. Si ishte me shtesën? Si ishte me shtesën, anulloje, s'ka asnjë problem fare në voto, zoti Uka. Po nuk mungon dokumentacioni. Zoti Uka. Thash. Unë paraqita këshillit, këshilli e miratoi rendin e ditës. Tash nuk mundesh të du të sqaroj qëndrimin tim lidhur me këtë. Po sqarojmë qëndrimin sa herë të duash. Qëndrimi im është se ky projekt vendim që vjen si dokument ka bashkëngjitur një urdhër që është duket është nuk është bashkangjitur vetëm ai na është vënë dispozicion sepse nuk duan ta punojnë. Mungon projekt vendimi, e them më thjesht. Patjetër që mungon projekt vendimi. Unë them që ky duhet hiqet nga rendi i ditës. Sapo miratuar rendi i ditës Hysen. Ku shkojmë ke vota shpreh votën kundër dhe s'ka asnjë problem fare. Thash unë atëherë vazhdojmë me rendin e ditës. Tim që është e padrejtë në këshill, shkelën në mënyrë flagrante procedura. Faleminderit. Jo, faleminderit s'ka se atëherë vazhdojmë me pikën numër 1, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin tetor 2025 familjet në nevojë që janë përjashtuar nga sistemi për arsye pikëzimi duke përdorur fondin e kurtizuar në blok dhe ndihmës ekonomike 6%. Atëherë hapet për diskutim, kush do diskutimin fjalën? Grupit. Do të lutesh shumë në lidhje me pikën lutem zoti Uka. Do zbretësh procedurë. Zoti Uka. Po, me pikën lutem. Ore, me pikën të lutem, po, sigurisht edhe me pikën, edhe me mendimet që kam lidhur me problemet e shkeljes procedurës. Është për procedurë. Procedura u hap në fillim të mbledhjes, u miratua rendi i ditës. Nuk ka procedurë mas i miratuar rendi i ditës zoti Uka. Për procedurë kanë të zoti Uka, ju lutem dil tek pika numër 1. Faleminderit. Nuk më sugjestionon duke më thënë dil këtu dil atje. Po të kërkoj fjalën për procedurë. Zoti Uka nuk ka procedurë masi u krijuar, masi u miratuar rendi i ditës. Tash ti nuk je në ndërgjegjen time, në vetdijen time, po ti ke drejtën të fjalës 1000 herë, po çfarë ka po fol në kuptimin e kësaj të drejtë po të them që unë nuk e shoh se është në rregull nga ana procedurale që të miratosh një rendite ku mungon dokumentacioni. Ti vazhdo kundër procedurës, kundër ligjit, është drejta jote. Faleminderit. Sa po ta thash në fillim të mbledhjes. Të gjithë qëndrimin tim edhe pse është futur në ditës. U kur e them me fjalën time, ti do të përdorësh fjalën time aty. Ju lutem, kush do fjalën lidhje me pikën numër 1? Faleminderit. Ky projekt vendim, të dalit, të relatoj?
E ta pyesim. Atëherë ftojmë drejtorin Po, sigurisht. Lorenz, me që jeni në kryetari i bashkisë dhe ti dy lati ti është në pastaj zëvendësohen pasuesit si mas pikave. Faleminderit. Atëherë fjalën e ka drejtoria e shërbimit social. Mund ta ndezit mikrofonin. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë sa i përket blok fondit 6% për muajin tetor, kemi 397 familje dhe me një sekond pak se të hapë këtë. Po, po. 397 familje me numër personash 1050 dhe me shifër 1.931.570.000 lek. Edhe një herë shumën ju lutem? $1.931.570 lek. Më fal, po në Bashkë me në relacion keni tjetër shifër. Bashkë me energji. Në total po them. Në relacion është 1.943.054 lek. Aty është pa energjinë elektrike, në projekt vendim është mendim, me energjinë. Po. Atëherë kush e do fjalën lutem? Po zotë Demi. Mund ta ndezësh mikrofonin lutem, faleminderit. Unë jam shumë strikt ke rregulloria edhe ke që kemi bë për ndihmën ekonomike. Dhe në rregullore kemi cilësuar që çdo person që futet në paktin 6%, ai duhet përgjithët të ketë kontratën e energjisë elektrike. Këtë nuk e kam thonë sot, të kam thonë që po thuaj se çdo mbledhje. Dhe asgjë s'është bë. Asgjë fare. Dhe më vjen keq për shembull dhe ku thon me emrin. Ka qendra administrative që smerr as 620 vjetra energji elektrike. 100 e sa familje nuk marrin as 620 vjetra energji elektrike, që do të marrin 100 e sa familje 14.000. Do të marrin, unë thëmë të japim, ma kuptoni se ku e kom qëllimi, se mu më ka kuzënjë që kur jam kundra, unë thëmë të marrin këtë e në energjinë. Nuk e kuptoj, pse nuk zbatohet? Ku që intereson kjo punë për mos zbatim? E dyta, mirë fshatrat që mund të kenë probleme, a kupton? Po qyteti, komplet qyteti ka 30.000 lekë energji elektrike. Më falni, ka vetëm 6.400 lekë energji elektrike, vetëm qytetarët, për Shkopia. Të tjerët asnjë. Por e këta stapin dhe lekë që jap qeveria. Po mu me rezulton ndryshe, që këta janë qoka. Asistentin të marrë ai që i takon. Dhe jetë marrë kaq, për të pare pak ma shumë. Ai që merë, mos marrë për shembull, ta zam 20.000 lekë, po të paktën t'i bëje 50.000 lekë.
20.000 lekë në shumicë këtu. Kanë ditë tek pulli njëri 20.000 lekë në hec. Po 20.000 lekë atë letra të bëhen për 20.000 lekë. Kështu që unë vetë votoj kundra deri kur shkem ke rregulloria, kundra jam. Deri kur shkem ke rregulloria që kemi bërë për këtë subjekt. Dhe e dyta, më sjellin mua numrat e telefonave. Nuk e kuptoj që bëhet një dosje për t'i dhënë para dhe nuk ka numër telefoni. Është modë, punë në parë ke numër telefoni. Ka të shkoj në bankë, ka të dush me shku. Po më shqetëson një gjë tjetër. Si merr ki si i shpërndan, se çfarë i shpërndan? Si gjen numrat e telefonave ki si i shpërndan lekt e këtine. Çfarë i shpërndan ti çfarë? Për të shumë tjetër. Si gjen njerëzit ki? Kjo çfarë që posta? Pa numra telefonash. Dhe ne që jemi ligjvënësa, nuk na vën dispozicion. Ai ka gjithë ai që i shpërndan. Dhe këshilltarëve nuk u vijnë numrat e telefonave. Edhe kur mi kam prunë, 80% nga që në falso. Dhe i ku marrë dë qendra administrative unë vetë, personalisht, thotë s'kemi asnjë numër. Unë nuk e kuptoj, nështë jem gabim unë nuk e kuptoj si ka mundësi, bësh një dosje, për t'i dhonë lekë, me kartë identiteti, me dresh, me kritere si ka, dhe mu s'ket numrin e telefonit, ja di shkesh për kontrol, për shembull. Si e gjen ato, po s'patë numër telefonit. Se të nuk gjinesh. Se të gjinesh pa numër telefoni. Dhe mund të kem thënë 1000 herë, nuk e zbatu. Unë votoj kundra si shkom votu, po nuk u prunë që ta. Faleminderit zoti Ademi, po lutem ndizë mikrofonin, drejtoj mikrofonin dhe vetes, faleminderit. Po. Ke kompensimi i energjisë elektrike e zonës së punë në qytetit. Me sa di është 9-18.000 lekë djetra, nuk futesh në kompensim. Nuk e di fatjani që të nas sharej. Edhe mu mushet me një pranën ngelin pa kompensim këta. Se harxojnë ma pak se 18.000 lekë. Edhe janë pa kompensim. Qësa kështu nas sharon fatjani, ose pse bëhet atje. Okej, faleminderit. Po Fatjon? Atëherë, kjo që the ti është shumë e vërtet. Ça janë mbi 30.000 lekë, jo 16, 30.000 lekë e lartë, ne nuk mund ta hedhim sepse ligji nuk e lejon kompensimin e energjisë nëse ke harxuar mbi 30.000 lekë. Edhe kjo ndoshta është një nga arsyet që është, po numri është shumë i lartë që nuk sjellin faturat e energjisë. Po kjo është arsye e saktë, ëh? Ka që s'kan kontratë. Po zoti Ademi? Dizë mikrofonin tuaj. Kam thonë, pavarësisht se duam pagu, nuk kam thonë me cenu ligjin e i takoni si takon. Kum thonë që kontrata e energjisë tjetë këtu ndosje, e ne thotë, Astrid Ademi, po marrë emrin tim që mos ma marrë për kapital, e ka faturën e energjisë elektrike, ka kontratë energjia. A ne ai takon si takon, nuk jem unë specialist e saj fushë. Po kontratën do ta ketë, numri kontratës shkas. Po ai nëse si lejan lek tishme, ai gjën te aplikoj prapë si lejan, nuk është fajon. A mo ta ketë kontratën, se a dim se ka një shtëpi më burr. Je 7 vetë për një familje. Gjithmonë nëse do ketë, zoti Ademi, se ndoshta mund të rrige babai, mund të rrige Le ta bëj faturën, nuk ka. Po, gjithmonë ata që kanë faturë pse mos ta bëjnë. Okej, atëherë kush do fjalën tjetër kush? Atëherë Po, zonja Golli. edhe unë mbështes fjalën e kolegëve. Në mbledhjen e radhës kërkojmë numrat e kontaktit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike 6% nga bashkia. E kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur. I kemi thënë, këtu herë vjen drejtorisë ndihmës ekonomike, herë vjen përgjegjësi, herë vini ju. Domethënë, ka një shpërndarje përgjegjësie, shpërndarje llogaridhënie. Mirë do të ishte që të jetë i njëjti person që i kërkojmë dokumentacion dhe të vi në mbledhjen e radhës e të përgjigjet. Ju lutem, në mbledhjen e radhës duam patjetër të jetë radha e fundit që ne kërkojmë numrat e kontaktit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike me 6%. Shpresojmë se ta kemi në dispozicion? Po përgjigju. Atëherë,
Un kam thjesht Të lutem me mikrofon, të dëgjohet në sallë. un kam gati afërsisht 1 muaj që jam Aha. kandidatyr. Edhe është hera e parë që vi këtu në Këshill. Edhe deklaroj këtu mes gjithëve që mbas kësaj dite do jem vetëm unë përgjegjës që do vi këtu. Edhe nuk do ketë njëri dytë. Vetëm pas që ashtu. Okej. Është muhabet. A do vini me dokumentacionin që u kërkuam? Ta Shqipërit, se s'kam marrë. Ha. Këtë herë me sforco jam përpjek, nuk është shumë zyrtare sepse këta i kanë sjell edhe me WhatsApp, ca i kanë sjell me email, ca i kanë sjell dorazi. Unë po thuj se 90% të njësive administrative me ngulm, me dhunë se them dot, po pak me forcë, i ka marrë gjithë numrat e kontaktit të 6%. Tashi, nëse janë falso, janë të rregullat, pa rregulla, këtë se them dot se i kanë shkruajtur ata. Kjo është shumë e rëndë që po deklaroni, jo? Kjo është shumë e rëndë. Ti je numra falso? Të lutem. Zonja Golli. Ata nuk është e rëndë. Zoti Ademi, lutem. Zonja Golli, mos të bëjmë kakuni. Ai tha ai qartësoi. Unë i kam marr, i ka detyruar, pra ato që i kemi thënë ne edhe ka ngritur edhe zoti Ademi kryetarin edhe në komisione, gjithmonë që kam qenë para që në 2019 është ngritur ky problematik. Ai ka arritur ta bëjë sot. Edhe 90% kjo është shumë e mirë. Radhës tjetër të digitalizohet ajo, të vinë në format, tu drejtohet këshilltarëve edhe ta mbyllim këtë histori. Atëherë në lidhje me ka një tjetër në merak tjetër në lidhje me pikën? Jo, atëherë e hedhim. Edhe unë kam një. Po atëherë fjalën e ka zoti Uga. E para punës unë do të kërkoja për etik dhe mënyrë komunikim në mjediset e Këshillit, mos komentoni fjalët e opozitës. Nëse ajo zonja ka atë mendim, ju si kryetari i Këshillit s'keni drejt komentoni fjalët e asaj. Ti do të menaxhosh ndarjen e fjalës. Nëse lidhur me këtë pretendimin e zotit Ademi, ky ka 1 vit që ka këtë ankesë, këtë pretendim dhe unë e shoh shumë me vend, shumë të drejtë. Kështu që është koha që dikush t'jap llogari pse s'është bërë gjë sot. Jo të vim këtu tash i themi se do ta bëjmë muajin tjetër apo muajin tjetër. Njëkohësisht unë do të kisha një sugjerim për zonjën Agolli, e cila me mbështetjen tonë i është kërkuar që të ngrejë një komision ad hoc hetimi për gjithë përdorimin e fondit gjatë këtyre viteve të fundit, fondin e ndihmës sociale të gjitha formave, 6% apo të atyre familjeve që trajtohen me asistencë. Dhe ju as nuk keni ngrit grup, as nuk keni sjell një relacion mbi gjetjet që keni bë për këtë problem. Sa herë vim flasim një gjë dhe në fakt nuk bëjmë asgjë. Unë them të hetohet në themel kjo çështje. Edhe komisioni që ka ardhi, komision që ka nga Ministria Përkatëse, ka lënë vretje, ka lënë sugjerime, ka lënë detyra dhe Këshilli s'ka dieni i fare për këtë. Edhe për ato të informohet Këshilli dhe të shkohet problemit në themel. Jo, vim këtu themit një edhe gjë, unë edhe pse zoti Ademi është konflikt interesi në këtë rast dhe nuk ka drejt flas kur flet ai për këto çështje të caktuara, por jam dakord me mendimin e tij. Ky ngre një problem shumë të drejtë që jo po atëherë e deshte dikush tjetër fjalën? Jo. Atëherë hedhet në votim, ju lutem shprehni votën tuaj. Kush është pro? Të administrohet vota nga sekretariati, faleminderit. Kush është kundra? Kundra? Po. Kundra? Abstenim? Faleminderit. Kalojmë tek pika numër 2. Pika numër 2 është projekt vendim për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi zbatimin e programit për ndërtimin e një banese me kosto të ulët në Bashkia Dibër. Atëherë është Gazi, drejtori përkatës, që do na thotë relacionin. Po Gazi. Përshëndetje gjithëve. Paraqesim për miratim, projekt propozimin për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi zbatimin e programit për ndërtimin e banese me kosto të ulët në Bashkinë Dibër. Në mbështetje të ligjit 139 fraksion 2015 për vetë qeverisjen vendore, ligjit numër 22 fraksion 2018 për strahimin social i ndryshuar, vendimit Këshillit të Ministrave numër 814
për normat e strehimit për familjet që përfitojnë nga programet sociale të strehimit, vendimit numër 574 datë 29 gusht 2012 për përcaktimin e dokumentacionit që duhet paraqesë familja për të strehuar sipas njërit prej programeve sociale të strehimit dhe të afateve të procedurave të miratimit nga organet qeverisë vendore, referuar shkresës numër 1843 protokoll datë 6/11/2025, dërguar nga endi kombëtar i banesave, vendimit të Këshillit Drejtues numër 34 datë 31/10/2025, propozojmë të miratojmë marrëveshjen e bashkëpunimit mbi zbatimin e programit për ndërtimin e një banese me kosto të ulët në Bashkinë Dibër, sipas draftit bashkëlidhur këtij projekt propozimi. Marrëveshja ka për qëllim të përcaktoj angazhimin e ndërsjellët të endit kombëtar të banesave të Bashkisë Dibër për një bashkëpunim dypalësh në funksion të përcaktimit të fushave, masave dhe mënyrave të bashkëpunimit, si dhe të sigurimit të mbështetjes së nevojshme institucionale nëpërmjet zbatimit të licencionit në fuqi me pikësynimet të përcaktuara në draft marrëveshjen bashkëlidhur projektit. Objekti i marrëveshjes është financimi dhe ndërtimi gjatë viteve 2025-2029 i një objekti me 6 kate banimi dhe me 1 kat parkimi nën tokë. Financimi i objektit do të realizohet nga të ardhurat e vetë endit kombëtar të banesave. Objekti i banimit klasifikohet në programin e banesave me kosto të ulët dhe do të shërbejë për strehim familjeve që kanë aplikuar dhe do të aplikojnë pranë Bashkisë Dibër për të përfituar banesë me kosto të ulët. Ju lutem këshilltar, ta dëgjojmë. Faleminderit. Ju rikujtojmë se e njëjta marrëveshje, vetëm se është ndryshuar mënyra e financimit, është miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak numër 61 datë 18/11/2024 për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi programin për krijimin ose shtimin e fondit publik të banesave sociale dhe ndërtimin e banesave me kosto të ulët. Pra, ndryshimi është se në marrëveshjen e parë ka qenë një ndërthurje mes programeve për banesë sociale dhe banesë me kosto të ulët, ndërsa tani do të bëhet vetëm banesë me kosto të ulët që do financohet vetëm nga enti kombëtar i banesave. Kjo është ndryshimi që bën marrëveshja. Atëherë hapet për diskutim, kush e do fjalën? Po, zoti Ademi. Ndizë mikrofonin, lutem. Faleminderit. Projektin e parë ose miratimin e projektit parë, ku kanë vajtur lekët e projektit parë? Financimi do ishte nga Ministria e Financave projektit parë dhe enti kombëtar i banesave. Jo nga Bashkia ka qenë edhe herën e parë. Edhe një herë. Bashkia vetëm ka ofruar trullin, si jeni ndjeni që është miratu. Edhe një herë. Ne gjem një klauzol kur flasim. S'është e imja për është ati. Dhe kemi parim këtë, është e fondacionit, është e fondit zhvillimit, është e botërore, është e ministrisë, është e akshit, është e këtij. Është mënyra më e keqe për të sjellë në një këshill. Ata lek, po i meratim ne, ati po ja meratim ne. Ne jap ndihmë ne, po ja meratim ne marrëdhëshin. Për ne e bën, se bë për vete. Atëherës, këto lek, ku kanë ardhë fondi, ka ardhë me fond dhe o dërzu në bashki fondi. është dërzume se ne bëshim apo s'kishim lek. Ne i prun lek të të ne. Po ta bëjmë të qartë, që se unë tap ca lek për të bërë një pallatë, t'i fusë në xhep, të nuk e bë pallatin, ku t'i shesh lek? Ku i ke qut paktën? Atëherës, ku është fatur dokumenti? A kështu kanë marrë kanali, kanë marrë në xhep? Ka një dokument që këta i kanë tërheq? Edhe njerë, ka dokument se nuk është e letë të tërheqish lekt. E ardhura. Kështë ka që letë sa e menoni ju. Ato që menë me letra, e dinë se sa procedura dënë për të kalu lekt. Dhe unë du dokumenti si ku kanë shku, nuk ka në gjë të keqe këtu. Këtu është normale, një shtrimi normale. Se po s'kanë shku vend tjetër ato e ne bëjmë na, ta ja hekim të bëjaj. Të nderuar këshilltar, për sa i përket kësaj pyetja, Ministria e Financave ka çelur një fond, si shafeti, për pjesën e financimit të një projekti. Po, pas shka se këtu. Po, ai projekt, duke qenë se nuk është zbatuar për problematikat që ne i kemi të cituar edhe në relacionin e këtij projekt vendimi të ri,
do të thotë që vetë Ministria i ka tërhequr dhe autorizimin për tërheqje Ministria e bën pranë degëve të thesarit. Dhe ne mund të avemi në dispozicion një kopje të shkresës të Ministrisë Financave, e cila është dërguar edhe degës thesarit Dibër, edhe bashkisë Dibër. So si pra këtë duhet. Po. Bile ta këshim pas fut këtu, ishte më e lehtë që atë projekt e keni cilësuar në material, se u bë një herë u analu, edhe bashkë me atë ja lek të ikën, se këtë për lek bëhet këtu, se ju ja vullnetar këtu. Këshilltarët që janë njerëzit më të ndershëm ne duan buxhet, ju. Atëherë kush do fjalën tjetër kur në lidhje me këtë pikë? Po, zotë Demi. Ndizë pak të mikrofonin tutëm. Ekonomis, masi e shqirtoj, e ka kaluar, që të jemi ta dimë këshilltarët, që ne e kemi kaluar. Po kjo nuk do të thotë që këta s'kan drejt diskutojnë. Komisioni i miratuar për jush e ka kaluar. Këta drejtën këtine se nga rasnisës. Okej, atëherë hidhet për votim. Ju lutem tregoni votën kush është pro. Faleminderit. Kundra. Abstenim. S'ka. Faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën. Një sugjerim kështu. Për të qenë të marrë vesh se si po shkon votimi, gjithmonë duhet të deklarohet numri i votave pro, numri i votave kundër. Ne i ngrem po s'marrim shumë të drejtë. Atëherë sekretar pranoi vërtetën edhe në çdo pikë të bësh të ditur votën pro, kundra dhe të abstenuar. Okej, vërtet shumë event, faleminderit. Atëherë fillojmë pikën numër 3. Është projekt vendim për miratimin e numrit maksimal të punonjësve të administratës të Bashkisë Dibër, institucion në varësi dhe njësive administrative për vitin 2026. Atëherë kush është relatori? Po, Valbona. Pastaj hapim për diskutim. Faleminderit. Fjala për ju. Përshëndetje të gjithëve. Po paraqesim për miratim projekt vendimin mbi miratimin e numrit maksimal të punonjësve të administratës të Bashkisë Dibër, institucioneve në varësi dhe njësive administrative për vitin 2026. Kërkojmë nga ana juaj miratimin për numrin administrata e Bashkisë Dibër. Numri total i punonjësve 475. Ndërsa në mbledhjen që është bërë në Komisionin e Ekonomisë është propozuar që numri i punonjësve të administratës të ulet me 25 punonjës. Përkatësisht tek sektori i performancës, si konvikti dhe drejtoria e shërbimeve publike. Institucionet në varësi të Bashkisë Dibër. Lutem, Doloresh. Paraqit relacionin pse keni kërkuar Këshillit Bashkiak këtë numër, edhe komisioni e relaton vetë atë çfarë ka shprehur si komision. Faleminderit. Atëherë numri maksimal i punonjësve është e drejtë e komisionit, sepse këshilltarit i thot propozimet për ndryshim. Drejtoresha ka paraqitur një projekt, atëherë të maksesill i bie që net na aksesill të cunguar ajo. Ajo ka sjell projektin në rregull. Pra, ajo unë i thash të relatoj ato çfarë ka kërkuar. Pastaj këshilli shprehet në anë të komisionit edhe të këshilltarëve se çfarë është. Faleminderit. Ajo është e detyruar të shprehet si ja kom kërkuar të mi bish mu para mbledhjes ndryshimet. Dhe është e detyruar të shprehet që në komision unë kom kërkuar kaq shumë e qartë, këta kanë kërkuar ja transparencë këshillit, që këta kanë kërkuar këta dhe është e detyruar të vijë material të dytë. Sipas komisionit, edhe shohin votim di materialet. Patjetër, sigurisht do të shohin vetë. Që di materiale, një kërkesa atij, një është kërkesa. Zotja Demi, në përfundim do shkojmë aty. S'ka asnjë problem. Po jo, po mos i thuaj, mos u shpreh atje. Një kërkesa atij që ma ka sjell komisionin përpara se të vijë ju, një është kërkesa jonë që ja kemi dhënë për ta pa dhe ajo detyrohet i thotë di kërkesat. Ne kemi 475, to kanë bërë këtë. Po. Atëherë vazhdo Doloresh, vazhdo do mbon. Okej, institucionet në varësi të Bashkisë. Ndizë edhe një mikrofonin tutëm. Është Qendra Belare, Qendra Kulturore, Klubi i Futbollit Korabi dhe Klubi i Shumë Sportësh Korabi. Në total 74 punonjës. Funksionet të deleguara që përfshin arsimin parashkollor, shërbimin pyjor, ujitja dhe kullimi, drejtoria e MZSH-s dhe gjendja civile janë në total 299 punonjës. Punonjës me kontrata të përkohshme.
është menduar që për vitin 2026 numri i punonjësve me kontrata të përkohshme të jetë 15 më pak. Nga 50 punonjës që janë aktualisht, është menduar që për vitin 2026 të jenë 35 punonjës. Dhe në total numri i punonjësve shkon 883. Okej, faleminderit. Atëherë t'ja japim fjalën komisionit apo do të hapim për diskutim, si e keni? Atëherë japim fjalën komisionit të ekonomisë me që ka qytetuar, pastaj hapet për diskutim. Atëherë propozimet e komisionit. Po zot Edemi. U diskutuan shumë gjëra, në disa gjëra kemi toleruar, disa pa u futur ke ligji që i takon t'i bëjë strukturat vetë, disa struktura komisioni nuk i vlerësoj që janë domosdoshëm, pavarësisht se nuk është kompetencë e komisionit, që është kompetencë për strukturën, ndërsa për numrin ne konkluduam që të bëjmë një shkurtim të vogël ke numri, sepse bilon propozimi im që për 100, po komisioni ma hodhi poshtën e lam këtë se si që tha. Ma e tha më në dhe se në gjurë. E ka me shkrim e. Për ja ka ma me si ka rëndës, unë dojtë me qitë njerë dhe me fillu numër për numri. Ka lëviz me? Ka lëviz nga totali. Si? Je, bje minus 20, sa lam minus... Komisioni ka propozuar minus 25 në administratë. Po. Ndërsa ne kemi projekti jonë është 15 punonjës më pak tek punonjësit me kontrata. Po Lorenz, lutem ndërhyr Lorenz. Po. E kanë sjellur po me zbritje. Po Lorenz. Po. Bashkia Dibër në projekt vendimin e dërguar pranë Këshillit Bashkiak ka propozuar që numri maksimal i punonjësve për vitin 2026 të jetë 883 punonjës. Do me thonë, në vitin e kaluar, do me thonë për vitin 2025 ka qenë 898 dhe këtë vit, do me thonë për 2026 do jenë 15 më pak. Por në komision ka pasur edhe diskutime të tjera për ato që i diskutuat edhe ju pak më parë. Me leje? Po, fjala për ty, zonja Golli. Atëre, do t'ishte shumë e dobishme që në këtë mbledhje të kishte qenë vetë prezent kryetari i bashkisë, sepse pavarësisht se zonja vjen edhe mbron strukturën e bashkisë Dibër, unë jam shumë e sigurt që nuk është vendimarrja e saj. Ju keni prur një projekt vendim për strukturë të vitit 2026 883 punonjës, që do të thot 15 punonjës më pak. E për të thënë vërtetën, ju keni hequr 15 punonjës që janë punëtor shërbimesh. Janë 15 ndoshta hallexhin që janë në teren, janë punonjës sezonal, janë punonjësit me koston më të ullët financiare, me barën më të vogël financiare për Bashkinë Dibër. 883 punonjës për Bashkinë në vitin 2026 janë një numër shumë i lartë, janë një barë e madhe për këtë bashki të varfër, për këtë qytet të shpopulluar. Pa diskutim që janë qoka politike, janë detyrime për shkak të angazhimit politik të përhershëm, konsistent të këtyre personave që janë në Bashkinë Dibër. Unë e kam thënë shpesh që Bashkia Dibër nuk ka ndonjë limit apo nuk ka ndonjë kufi nga administrata e partisë. Janë të përfshira në një parti dhe bashki. E normalisht është një papërgjegjshmëri shumë e madhe, jo vetëm politike, por edhe qytetare. E nëse do të kishte vullnet për të bërë dy gjëra të mira në këtë bashki e në këtë qytet, duhet kishte një shkurtim strukture të paktën me 30%.
të paktën me 30% nga kjo administrat e fryr, politike, e pa aft, parazite, që nuk di se ku e ka tavolinën dhe vendin e punës. Ju vërtet keni ardhur me një shkurtim prej 15 punonjësish, po janë punonjësit më hallëgjinj, ndoshta janë ata punonjës që edhe mund t'i duhen bashkisë. Edhe mund t'i duhen bashkisë. Janë 15 punonjës me koston më të ullët financiare për Bashkinë Dibër. Dhe po i marr me zëra. Keni prur dhe keni te drejtoria e burimeve njerëzore 11 punonjës, nga të cilët keni sektori burimeve njerëzore, keni dhe përgjegjës sektori dhe koordinatori burimeve njerëzore. Unë nuk e kuptoj çfarë kompetencash dhe çfarë detyrash funksionale të ndara ka ky përgjegjësi sektori dhe koordinatori burimeve njerëzore. Se duken si fjalë shumë të mëdha, po unë besoj dhe kam bindjen që kanë të njëjta detyra. Nuk besoj se ka ndonjë detyrë më shumë ky koordinatori. Pse mos të hiqet koordinatori dhe të mbetet përgjegjësi sektori dhe të bëj detyrat e koordinatorit. Të lutem. Është thjesht, po të lutem mos më ndërpri. Të lutem. Zonja Agolli. Këshilli Bashkiak ka të drejtën e vet. O zotri, të miratoj numrin. O zotri, struktura është e kryetarit të bashkisë dhe ti ke bërë të qatë 1000 herë. O të lutem mos më ndërprit në fjalën time. Të lutem, është disa herë sot. Unë këtu jam për të ndërprer edhe Jo, nuk më ndërpret dot. Për t'i saruar disa gjëra. Absolutisht jo, mos më ndërprit. Nuk mund të vazhdojmë pafundësisht këtu. Pafundësisht do vazhdojmë. Me kompetencë që kemi ne si këshill. Strukturën e ka, është kompetencë kryetarit të bashkisë. Mos e shpreh unë listë, lutem. Kompetencën e ka kryetari për numrin total. Ti vazhdoje fjalën deri në fund, po është nul. Zotri mos më ndërpri. Vazhdoj fjalën gjithë po të ndërpri. Mos më ndërpri në fjalën time. Sepse kjo strukturë mblidhet dhe jep numrin total që e miratoj unë këtu. Mos më ndërpri. A nuk do të ishte e dobishme që ky sektori, përgjegjësi sektorit burimeve njerëzore, të merrte edhe detyrat e koordinatorit të burimeve njerëzore, sepse nuk besoj se kanë kompetenca të ndara apo detyra funksionale të shumë të ndryshme. Po ashtu, te sektori konvikteve keni një robaqep, se nuk besoj se ajo robaqepsia ka ndonjë punë në këtë situatë, sepse gjithçka tenderohet. Nuk besoj se janë ato derexhe konvikti që të shërbejë robaqepsia. Keni te drejtoria ekonomike, specialist koordinimi për kopshtet dhe çerdhet, ndërkohë që keni sektorin e financës me 13 vet. Do të ishte shumë e dobishme nëse do të kishte vullnet, do të kishte dëshirë për mirë administrim, do të kishte vullnet për t'i administruar në mënyrë korekte, të përgjegjshme, produktive, eficiente parat dhe taksat e qytetarëve. Kjo specialistja e koordinimit të kopshteve dhe çerdheve besoj se është një pozicion shumë i parëndësishëm. Ky specialist përgjegjësi sektorit mund ta bëjë dhe këtë funksion, nëse ka vullnet, nëse ka përgjegjëshmëri, ja pra që mund të hiqet edhe një tjetër nga kjo strukturë. Pa unë jam shumë e qartë që strukturën dhe organigramën është kompetencë e kryetarit bashkisë, po numrin total në fund kryetarit bashkisë i vjen këtu në Këshillin Bashkiak. Po ashtu, keni një drejtori juve, që thot drejtoria e integrimit europian. Për çfarë integrimi europian e keni fjalën kur këtu në këtë qytet ka mjerim dhe varfëri? Është nga qytetet më të varfëra të Shqipërisë. Gjatë kohës së fushatës kam parë mjerim dhe varfëri migjenjane. Kam parë fëmijët në furgonin e Luznis, që shkonin në shkollë, në një furgon 10 vëndsh, mund të ishin të paktën 15 fëmijë. A thua ishin thas me miell e thas me patate. Do të ishte shumë më mirë, shumë e dobishme, që ta kishim kursyer këtë strukturë politike. Kishim patur pak më pak njerëz. Nuk e kuptoj pse duhet kjo te drejtoria e integrimit europian. Keni përgjegjës sektori, specialist i integrimit europian dhe drejtorie. Keni 2 specialistë i integrimit europian. Besoj se njëri mund ta bëjë
shumë mirë punën dhe funksionin, dhe ta shkrini si sektor totalisht, apo është qok për përgjegjësin e sektorit për t'ju rritur paga, për të marrë një sektor më tepër. Ja pra, që edhe mundet të ndërhyet në strukturë e ta zvogloj. Keni te drejtoria e marrëdhënieve me publikun dhe median, keni një pozicion punonjës për promovimin. Juve jeni drejtore personeli. Besoj se detyrat funksionale të këtij funksioni duhet t'i dini. Çfarë është ky punonjësi për promovimin që nuk mund ta bëj detyrën përgjegjësi sektorit? Përgjegjësi sektori me 3 veta. A ka sens, a ka kuptim? Do me thënë, një sektor me 3 vetë, thjesht që ky dikush të bëhet përgjegjës sektori. A mundet të hiqet ky punonjës i promovimit dhe mos ketë sektor fare, edhe numri punonjësve ulet dhe detyrat dhe kompetencat i merr përgjegjës një person tjetër dhe është një drejtori më e vogël, më eficiente, më efikase, me kosto më të ulët, me përgjegjësi më të lartë. Keni një numër shumë të lartë edukatorësh. Unë uroj dhe shpresoj që këto edukatoret që keni në përkopshte të jenë reale, që ato të shkojnë për ditë në punë, që atje të ketë vërtet fëmijë që marrin shërbimin e arsimit parashkollor. Po jam shumë dyshuese që ky pozicion i edukatorëve në përfshatra është fiktiv. Është fiktiv për shkak të shpopullimit, për shkak të largimit të familjeve. E do të ishte shumë mirë, sidomos nga ana juaj, bënit një inspektim. Të siguroj që do të marr pjesë dhe unë. Nëse inspektojmë shkolla për të parë nëse ka prezencë edukatoresh, nëse ka prezencë fëmijësh, është një barë shumë e madhe. Uroj që jo 23, por nëse është e dobishme dhe nëse ka fëmijë dhe nëse ka mirëqenie dhe nëse s'do kishte shpopullim, të ishin shumë se 23 edukatore. Se edukatoret kanë funksionin dhe misionin për fëmijët. Dhe nuk është çështja te edukatoret, por jam e bindur që shpopullimi ka sjellë dhe largimin e fëmijëve dhe nuk ka vend për 23 edukatore. Pra, nuk është e dobishme largimi atyre 15 punonjësve që janë punonjës shërbimi, 15 hallexhinj, punonjës sezonal me kosto të ulët financiare që ndoshta në një situatë edhe mund t'i duhen qytetit. Do të ishte shumë e dobishme që nga kjo strukturë politike e paaft, e politizuar, e korruptuar të shkurtohet 30%. Do të jetë një vendimarrje ndoshta më të mirat në shërbim të qytetit. Do t'i lehtësohet këtij buxheti 2026 bara e administratës parazite për Bashkinë Dibër. E sigurisht që për shkak të këtyre rrethanave vota jonë është kundër. Faleminderit. Faleminderit zona Argolli. Kush e do fjalën? Një pyetje. Në emër të grupit të edhe një me le se s'ma let fjalën fare si komision dhe Jo, fjala jote patjetër që do Po jenë në fond, të lidhje, jo, do t'japim zotit Uka sepse e ka për replik politikisht, besoj që e ka. përfaqësuese e grupit politik dhe unë kam drejt e dëgjova fjalën e kolegës. Bëre mirë zoti kryetar që ja le fjalën të flas plotësisht dhe mendoj që këtu në vazhdim s'duhet ndërhyjmë asnjëherë të ndërpresim fjalën opozitës. Edhe pse rregulloria, të lutem, zoti Uka, të lutem me dëgjoj se më përdore. Unë këtu të lutem me dëgjoj se ti tani ke filluar metodën e asaj tjetër. Nuk e kam filluar metodën e kujt. Dëgjoj se nuk e kam marrë fjalën. Dhe doim Sokol Sava dhe nuk e kam marrë fjalën. Unë po ta ndërpres fjalën. Mos u meni, unë këtu keni vendosur ju me dëgjoj për bravajtjen e mbledhjeve. Unë jam ndërpres kur e fjalën kalon në fund. Kalon diskutimin nuk ke drejt të ndërpresish fjalën e opozitës. Ato do ta shpëroj ti që e bëj unë. Ti nuk ke drejt të ndërpresish fjalën jashtë kohëmatjes. Rregulloria të qartë, gjithsecilit grup
Tashi a do japësh përgjigje politike apo Ti nuk marr mend nga ti ose për shjap. Do Tashi unë ta dhash fjalën për përgjigje politike. Nuk politike. më nder, se s'm ke Fjalën ta dhash nuk se e ke kohë bën për nder, përgjigje se më takon politike. fjala mu. Po para Takon atë fjala, jep se- përgjigjen politike Takon tutëm. fjala, nuk e di unë çfarë them. Mëso të dëgjosh. Zoti Uka, Mëso të dëgjosh ta. Zoti Uka, unë keni vendosur për të drejtuar mbledhjen. Kemi jo për të na imponu. Jo për të na imponu. Ma jep rregulluar këtë drejtim Jo pa për të na mbledhjes. imponu. Zoti Leni këtë Sava mua Ju do të marrësh disiplinën e punës. Unë të imponoj asgjë. Po mos më trego mua çfarë do të them. Zoti Jo, Sava ti po më Futen- imponosh, unë s'po të imponoj asgjë. Ore ti do dëgjosh tani apo do të bësh Unë ty nuk të Sava, dëgjoj, por ti nuk flasis për tjerët. Unë ty nuk të dëgjoj, por flasis për tjerët, për këshilltarët Je i detyruar tjerë. të dëgjosh. Merre fjalën për këshilltarët tjerë. Faleminderit. në emër të grupit. Flas në emër të grupit. Dakord? Edhe mos e merr zakon ti je kështu propotent. Vazhdo fol. Po do flasun, po hap mikrofonin atje. Hap mikrofonin. Mund vazhdosh. Se ke personal. Pra, lidhur me këtë çfarë tha zonja Agolli, unë jam dakord me frymin e saj kritike, sepse kjo është detyrimi edhe është detyra e saj, edhe para subjektit vet, po edhe para qytetarëve. Por unë gjatë gjithë fjalës së saj dëgjova do të ishte më mirë, sikur, si mund, edhe mund, është dhe më plot dyshime. Do të isha shumë dakord me zonin Agolli nëse ajo do kishte sjell një relacion të studiuar dhe kur të thotë se do të hiqen 30% e administratës së bashkisë, se ju folët me përqindje, jo me numra, tu bëhet fjalë për numra dhe jo për përqindje, ju do të na thonit, do të suprimohet ky sektor, kjo drejtori, ndoshta, ky funksion, për këtë arsye, të argumentuara se pse. Ndërsa kështu në përgjithësi unë mendoj se nuk na ndihmoni. Ju bëni, sigurisht keni drejtën tuaj të bëni politik, por për të ndihmuar punën e Këshillit, ju do të sillni argumenta. Domethënë, ky funksion nuk duhet apo ky funksion është i dubluar, kjo sektor dhe kjo drejtori është e dubluar, edhe të na mushish mendin që ne bashkojmë votat me ty që të ta ulim strukturën. Po jo duke folur në përgjithësi. Unë këtë ta kërkoj shoqërisë, unë nuk të imponoj mendimin tënd. Ndërsa lidhur me atë relacionin që paraqiti drejtoresha, relacioni i cili ka kaluar në Këshill, unë mendoj se komisioni nuk ka sjellë ndonjë argument që të thotë se nuk duhen shkurtuar 15, por duhen shkurtuar 25. Mendoj se këto shkurtimet arbitrare, kështu të pa arsyetuara, nuk më bindin mua që unë të votoj kundër asaj çfarë propozon drejtoria e burimeve njerëzore. Ne e shkurtuam në grupin ton të këshilltarëve dhe nuk e gjetëm të arsyeshme që ne të shkurtojmë më shumë se sa 15 punonjës sa ka propozuar drejtoria. Ndërkohë, unë për të qenë korrekt me atë çfarë ndodh, kam verifikuar gjithë strukturat e bashkive të tjera, të ngjashme me ne, të njëjtës kategori, dhe numri i punonjësve që kemi ne është korrekt, në mos më pak se sa numri i bashkive të ngjashme. Kështu që nuk shoh në një vend këtu që të bëjmë ne ekzibicion, që të tregojmë se ne po bëjmë. Kur të themi do shkurtojmë 15, duhet argument. Kur themi do shkurtojmë 20, argument. Arbitrarisht nuk mendoj. Unë jam të miratojmë propozimin që ka sjellë drejtoria e burimeve njerëzore të bashkisë. Faleminderit zoti Uka, fjala për zotin Ademi në për publikun, jo për këta që s'kan ide. Si përfaqësi e komisionit unë flas për publikun. Dhe mira ose këtu di këta kanë qenë komision. Pa drejt. Edhe unë i kam pranuar. Tu di, edhe atë zonjën e tjetër këtë. Dhe i kam gjenë të klasin pa limit. E para, ndryshe bën atje, ndryshe bën kom. Kjo s'm pëlqen fare mua. O njëri o fël burr, me që në vllai jot tu ja, si më thuj. O për ta dju ka, aty s'ka pas kamera. Ndryshe. Aty që ata. Tashi, për publikun. 15 që mos i bëni publikut shashka. Nuk hiqet kërku më bënë se kanë marrë punë hiq. Bile ka ma pa marrë. Ke 15 që. Nuk i ka marrë. O kështu me? Nuk i ka marrë fare më. I kemi bë vitin tjetër, nuk kam pas nevojë, nuk i kanë marrë. Tash nuk kam si marrën e një aty vën aty dhe shumë logjikshme, se duhet shkesh me logjikën. Jo me çat tekët. Nuk folet për strukturën çat tekët. Ka defekte sa dush, jo kam thonë ne, sa ka defekte me shumicë. Këta jemi na. E para, ke për publikun që të hiqen fugaret, nuk hiqen fugaret. Se s'janë. Çfarë do heqësh kur s'janë? Nuk janë borë më Allah. Edhe kanë bërë shumë që kanë heqë, që ti majnë kot, organik koti. Po edhe ata tjerë nuk janë, ti majnë sezonale 6 mush.
I majnë në bujqësi, kështë gjëna, jenë ata, rëja, ujti, dhe që mërë. Kështë që ta kuptej publiku, se që bëtë, si hedhin publiku një timnajna, pa ledzu. E dyta, kur kemi minu përheqen, dikush thotë e kemi futur. Ate kanë gjënë këta, se që në ate këta, s'tanë gjënë. Nëse ti po del gjatë konkluzionet e komisionit. Doramet komisionit Okej. të shtetit. Faleminderit. Edhe unë, për shembull, kam një pa u futur kompetencat e kryetarit, se s'është kompetencë e këshillit, që ke strukturë kes. Nuk është kompetenca ja. Harronjat më bet ju. Kush futet atë? Gabim. S'futet më ke struktura, më struktura ka dhënë ligjvënësit aty, ta bësh do 200 drejtorinë të bëj, s'më intereson fare mua. Unë kam numrin. Ke numri ka 2 metoda. O t'ja lësh dëshirë t'i preke vetë ku i dhem, por t'i heq, ose t'i heqish, sikur e ka bëjët, shtu nuk më duhet. Për shembull, mu më ka shqetësu një fërmen dushiste. Organik dushiste. Sfet që shotë shkje, qëtëm, dora më një minutë, prit më të klasin. Ora më ka shqetësu dushiste. Organik dushiste. Po ju po ju. Ke konvekti për dushet, për dushin, për dush? Edhe njerë. Ora më ka shqetësu mu jo i një mregull dushiste. Dushiste të tjesh hidraulik, në që dushet. Ujtin e ngroh korrenti? Që ti bëjë, dhe lehet vetë. Atë shketi fërkejnë në zonësit. Lehet vetë ata. Dushiste nuk... Ose kuptej pra, se mdeshe ju i një matë zhjutë se unë, dushiste nuk shkruhet organik. Se du të më shkruhet një dushiste ke kopshet. Ma shumë të të mi lehet asë jenë vegjit. Atëherët kish i vone në për kopshet një dushiste, edhe isha më regull, për një dushiste ke konvikti, që ata jenë këtë mosh madhore, dhe s'kan shumë nevoj për të bëshëmin vetë, pastrimet, gjitha t'i bëjnë, kush ka maru shkollat në sistemin tjetër, s'ka pas sanitare në për shkolla. Dushiste se s'ka pas dushiste. Kështu që këta pika shif një organikën kur i dheni këta atëne. Ndërsa për numrin, që kemi propozu për shkarkim, ose, ke numri, ne kemi thonë se ku të shkarkohen, dhe kemi argumentu. Dhe u kemi lënë i dërë të lirë ju, sepse dhe ne nuk të bëmi penges për më vajtën e punës, se nuk shkon ajo. Zdunë të që kam i natët e mija të të bëj konflikt për të mos realizu qëllimet e administratës bashkisë. Të kam thonë në disa vene, që në djenin time, ti nuk i ke mbun një. Ja, po ti him 20 vetë, ti nuk i ke mbun. Në sët i ke bësh. Edhe sët, po ta shofish për dëron, ti nuk i ke 20, i ke venet lira. O kështu, dhe i diku, një 20 për ma pak. Jenë pa marrë mbun. Dhe unë kam menu që këta që i ke pa marrë, mos na i mersim jetë kurse na i lekë. Ta si kom propozu unë për të mos i marrë, me gjithë këta kolektivi. Që të mos i marrim, sepse kurse na i lekë. Puna ka shku, kështu si ku ka shku, me kash, po nuk i mune këta të 20, prap nuk ka shku. Me gjithë ato, pse ka thonë këshi komisioni, që nuk do të thotë që ne kemi vullosat punë, ne kemi thonë një orientim, se orientim apim na, nuk votim na. Në komision ka menu kështu, që të hiqen atë saljam, u kemi lënë një dorë të lirë, që të hiqni, se të fitën gjigjet ata. Të fitën këtë gjigjet. Dhe du t'imi dhe koshjen, që ta nësë lejmë një vend punet i vetëna, që s'lejmë në për nërmarrja. U kemi lënë, dorë të lirë që t'i dheni vetë ju këtu që e hës këshili dhe shkone del një 6 muajnë asistencë. Ja, për shteti 6 muajnë asistencë. Në qësë sashtë. Në qësë sashtë, mos i merë një mo. Po në djeni intime, nështë nuk jenë 20 e sa, po një 15 e disë jenë venet lira. Një 15. 5 u bje me i shkurtu. Një 5 kanë marrë le për të shkut punë nga Gjermania. Por të vinë dhe të marrë ma fati se ke kalu sistemin timës. Dhe nuk kemi bërë në i shkurtim, ku që di të ma. Një, sa për strukturën, se si kini vu, këtu më hinë mu, këtu më desi se kumë kompetencë.
As shqiptarët që kanë kompetencë, s'ka të flasin për strukturën. Për numrin, po, për numrin kanë të drejtën e vet, të flasin, të thonë këtu janë shumë, këtu janë pak, këtu mund t'i heqin, këtu mund t'i shqe, se mund të ketë në përshtuat, ka vene. Kështu që komisioni e ka kalu me këto probleme. Këshilltarët të lirë diskutojnë si duan, po jo timnaja. Vetëm timnaja t'i kom shumë ragu. Të thush që të heqish 15 fugare, kur s'jan, dhe ta marrë vesh të opinionin që që bëhë hësë fugare. Po pat maqinë nuk ka fugara. Po di muju. Po pat telefon më të mërësitimin nuk ka fugara. Që fugaraj, duni me fugara në tajnë të zonë njëzit të qesin të zonë fugara. Fugara maqinë në ka marrë 10.000 euro, që ka fugara. Mos merri me këto dëndësimet njërzore që fukaraja, i smuni, sepse t'inglen kesë në opinion. Faleminderit zoti Ademi. Atëherë kush do fjalën? Një pyetje kisha. Po. M'fal Bora. A janë parashikuar sanitaret në institucionet arsimore atje ku s'ka? Atëherë ne kemi arritur këtë vit shkollor që të mbulojmë disa shkolla më të mëdha me sanitare. Edhe për vitin që vjen prap jemi në proces për këtë gjë. Domethënë po arrim që të mbulojmë shkollat më të mëdha duke vazhduar çdo vit shkollor. Po shkollat e vogla? Domethënë në vazhdim. I kemi marrë nga numri i nxënësve që ka. Tani ne dim sot që ka shkollë që ka 5 sanitare. Dhe ka shkollë që s'ka sanitare fare. Një shpërndarje të tillë, sikur ti marrësh gjitha një herë. Marrë një herë gjitha nga një sanitare, pastaj tani në bazë të propozimeve që kanë sjellë drejtorët e shkollave dhe çfarë kemi konstatuar ne, kemi mbuluar një pjesë të shkollave dhe jemi në proces edhe për shkollat e tjera. Tani kostoja sanitares qoftë edhe me kontratë përkohshme, qoftë edhe sezonale apo si kostoja e një sanitare që është e domosdoshme në çdo shkollë, nuk është aq e madhe. Ka me kontratat përkohshme që s'marrin as. Ka në i përgjigje Bora, po? Po jemi në proces edhe për shkollat e tjera, po kemi mbuluar disa shkolla kryesore dhe jemi në proces edhe për shkollat e tjera. Atëherë Mos kam në i gjithë madhe, po të kem që janë klase 5 në nuk që sanitare fare. Fare, zero. Pastrin në zonë si të të mësohën si në ekilibet dhe melja. Ashtu kemi pastru në gjithë tjetër, ashtu kemi pastru. Mas dite, doqim grafiku, ditë se ullëtu dhe mësohën e të pastru se të mësohën. E para. E dita, ke zgjata shkolla, që marrin nga Tirana shkruajnë emna, ja t'ja punë si kom qitë dhe, për të mosh numrin e mësuesve të rrenin ati mësues më tepër. Të këta mësues që janë njerëz ndërgjegjshëm. Me bën një pastrim klasë nuk u bën namë më. Ka pastrim më sa klasë, ja s'u bën një dhumë ka 800.000 lekë me ditë se u. Mirë, faleminderit zoti Ademi. Po Merdini, procedurë. Faleminderit kryetar. Të nderuar bashkëqytetar që falë rrjetet sociale na shikojnë dhe na ndiqin live. Tani në mbështetje pak me Marius dhe unë isha dakord mos ketë shkollë pa pastruese bor. Ashtu siç janë zhvilluar fëmijët sot, siç janë fëmijët sot, mendoj që zot ketë shkollë pa pastruese. E kanë ngrit këtë. Sa përket punësve në administrat, si kryetar mund ta ngrej kartonin unë të shkurtoj vendin e punës dikujt. A ka moral dal në bulevard të heqë bukën e gojës dikujt? Grupi jonë jemi kundra këtij, kundra shkurtimit të punësve në administrat. Okej, faleminderit zoti Merdini. Atëherë në lidhje kisha një sugjerim të vogël, se më lejohet edhe mua si këshilltar, pajtimi dëshë fjalën ti. Okej, atëherë e kisha përborën. Kë punonjësit sezonal, me që shkollat nuk janë 12 muajt e vitit, nga ato punonjësit sezonal mund ta keni parasysh që mund të foti një sanitare aty ku duhet. Pra duhet parë shkollat, sepse në fakt invitojmë 2025 edhe është të tushme që mos ketë një sanitare, mos hyjnë dot fëmija në banjo, sidomos vajzat. Faleminderit. Mund të Po zoti Uka? Unë mbështes plotësisht propozimin e zotit Ademi. Është një mënyrë edukimi
që nxënësit e klasës 5, klasës 8 të mësojnë të pastrojnë vetë mjediset e shkollës. Është vërtet një traditë që nuk e kemi vetëm ne, e kemi pas vetëm ne, por sot është edhe në shumë vende të Bashkimit Evropian. Ju duket çudi, verifikoni dhe do ta gjeni që dita e pastrimit të shkollës, dita e mbajtjes së rregullit në shkollë bëhet nga nxënësit. Është edhe edukative dhe e dobishme. Faleminderit. Po, faleminderit, po zonja Golli. Atëherë, në fakt, edhe unë jam me këtë propozimin e kolegëve, por unë do doja që zhvillimin, prosperitetin e vendit ta fillonim jo duke hequr pastruset. Për këta fëmijë, për këto shkolla. Unë do doja, do ishte shumë mirë, në fakt, nëse ne do të kishim qenë atë standard, sepse në Japoni nuk ka pastruse shkollash. Në Japoni deri në ndoshta në nivelin e lartë të arsimimit, fëmijët i pastrojnë vetë klasat. Po unë do doja që zhvillimin mos ta fillonim nga pastruset e shkollave. Ta fillonim nga zgjedhja e mësuesve profesional, jo politik. Do të ishte më e dobishme dhe do ishte shumë e shëndetshme për këta fëmijë që pasi i kemi zgjedhur një mësuese politike, që i ka bërë vota në atë fshatin, në atë katund, t'ia sigurojmë edhe një pastruse për t'ia larë klasën, ta ketë pastër klasën, ta ketë mirë mbajtur. Nuk ka dobi vendosja e fëmijëve që të lajnë klasa. Ta fillojmë nga vendosja minimumit jetik, se ata fëmijë janë të pa ushqyer, ata fëmijë po të vinë këtu në spital, duhet paguajnë rysh fet, janë pa ilaçe, janë të pa ushqyer, janë në mjerim, janë në varfëri, pasi mbarojnë mësimin do t'i marrë furgoni si a thua janë thas, jo fëmijë. Kështu që do të ishte shumë e shëndetshme t'i sigurojnë disa standarde minimale, jo nga pastrusja, po nga ushqimi, nga mirëritja e tyre. Faleminderit. Faleminderit zonja Golli, fjala është për zotin Lata. Atëherë përshëndetje, unë ndoshta nuk jam fiks, po kë numri punonjësve jam dhe unë. Unë nuk jam ndoshta për t'i heqë, nuk jam i sigurt ndoshta se cili duhet heqë dhe cili duhet vuhet, din vetë bashkia. Por jam për këtë pjesën e punonjësve që punojnë bashki dhe kanë gjuhur që rrogat e drejtorëve, specialistëve, shefëve janë rrit goxha. Se rrogat e punonjësve që bëjnë punën kanë ngel çati u kanë qenë një diferencë e vogël, dhe kështë qetësim ma kanë thonë shumë vetë që punojnë bashki, që duhet me ngrenë si pikë me që doli numri punonjësve. Sepse unë di që një usta mori sot merr 50.000 lekë në ditë ke privati, ka rrogën 1 milion në xhims. Sa në qeveri ka një 600.000 lekë maksimumi në bashki. Nuk ka si ta bënë punë, se në unë se bëj ashtu me gjë. Kështu që merr është tjetë i sugjerim me që dolëm kë numri punonjësve, se nuk jam për t'i heq apo për t'i shtu, por pak përgjithësi mendoj që duhet. Atëherë, për sa i përket nivelit pagave, projekt vendimi i nivelit pagave do vijë i shoqëruar bashkë me buxhetin, por ka një pikë referimi në ligj se sa është paga një ustavi dhe sa është paga një drejtori dhe sa paga një përgjithësi. Do të thonë është niveli arsimor, janë disa kritere. Po pra ustahi. Unë kisha për ankimin e nënpunësve të bashkisë që duhet të jenë anonim. Zgjedhja e pozicionit me që jem komisionit të komunistën e takon të klasë më shpesh për këto punë. Më vjen keq për një pjesë se janë këtu. Pagat i bëjmë ne. Kur erdhën pagat, ti të zoshi, e të thoshi këtu e vogël, këtu e madhe, këtu duhet ngrit, këtu s'duhet ngrit. Vjetë vishë sëtit më qenë më në rrugë se kam pagën e vogël, është më vjen keq. Nështë ta keni ide në tuajt, vjen keq. Pagat të shti. Radhës tjetër dhe vin pagat. Se s'bëhet buxheti për serdhen e pagat, që ta dini. Dhe vin pagat, lexoni edhe thoni. Desha të them ke shkurtimet se po bëni shumë politik ashtu. Si ka mundësinë me lënë 12 edukatore me 8 fshatra? Ku menu për heqjen, 12 edukatore me 8 fshatra. Ka një për fshat haqë po e lënë, 8. Po 12 8 fshatra 12 edukatore kopshti, të jenë për kopshti. Ati s'ka në kopshti, nëse s'ka shkolla, s'po. Po. Dizet e një mikrofonin të Kur
diskutimet që kam menuar, se unë nuk kam ne 4 orë. Dhe kur kam dalë atë konkluzion, kam dalë prapë me dhimbje, po duhen hek. Kap të shti Maçillara 23 edukatore. Sa fshatra ka, se një edukatore në fshat duhet. Lidhje se atë s'ka fëmijë për shkollë, për kopsh s'ka hiç. 23 edukatore në Maçillar me 6 fshatra. Hajtë shkëm që që se ka zirë për edukatorën, unë s'di kur gjë. Ka qendra 8 fshatra 12 edukatorë. Ku janë dimën, ku në qërë veni janë di. Pa ne ku menu, ku më lënë dëshirë atine, pa ne valash në dëshirë, se unë di caktene ku hiqë, që bindet opinioni. Nuk ka në se lënë edukatore. Harronja. Rëgën mund të marrë. Edukatore s'ka. Në Bahute s'ka edukatore. Se s'ka shpija, vëlla. Si thonë edukatore për një fshat. Dhe thellohi, unë jem për shkurtu ma, me mpojt mu, po duke di që nuk kanë ku punen e këshu, kam menu, këta edukatorët që kini këtu për shamën, mund t'i meni sezonale për një vend tjetër. A mo të marish ku pash një tjetër, për shamën që s'ka hiq. Ate, ka studioti 12. 6 fshatët 12 edukatore në kopsht. Ku janë, më? 12 edukatore të shkullin, më? Ate, janë bashku këtë fshatët në një shkollë. Kështu që, po të cëllosh këtu, mirë, këta që kemi menduna si komision, një shumë pak. Hajtë që me një dhanë tjemet ka probleme sa të dush për të përzirë, ka sa të dush probleme për përzirë. Po je kështu ka për bëm në strukturat, majnë dhe këta kësa paguzi, nuk majnë dhe këtë dhe ata. Ta që dunë këta, dunë e në ka një sanitare për kiti. Kërkëj këta mësus, e një sanitare. Që i zhjenë ata, greja janë zhushat, pas të ta prekin fshasën i, së për gamati. Sa mirë veshën moderne, që s'është në etik kë shkolla. S'është etik kë shkolla të veshën moderne. Ka normë që veshësh. Sa mirë vi mua telefonga, në shkollë, i mira hunda nuk e merë. Ka për fshasën pastreje, grua një, s'ka në zonë, bëni pastrime, zë bënami. Dune një dushiste tajnë, dushiste. 30 vetë dune një dushiste, ajo dushiste për të dhe këta. Se në zosin të janë vetë. Ishtë një atë dushiste në shashofë në mo, vëni një gjë tjetër. Faleminderit, zoti Ademi. Atëherë do kush fjalën në lidhje me pikën? Po. Përshëndetje gjithëve. Me qënë se u prek dhe çështja e arsimit dhe i përkase dhe sistemit arsimor, kërkoj nga Drejtoresha e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Dibër të merret në konsideratë përfshirja e mësuesve ndihmës në sistemin parashkollor. Procesi i mësuarit fillon nga 0 deri në 5 vjeç, madje edhe më herët ndoshta. Në sistemin ton parashkollor nuk kemi mësues ndihmës për sa i përket kopshteve, sepse çerdhja konsiderohet kujdes për fëmijë. Statistika botërore e fundit thotë që 1 në 18 fëmijë janë të prekur me spektrin e autizmit. Pra, trumpetohet, besoj gjithë jemi edhe koherent me lajmet edhe nga vetë presidenti Trump, i cili është një problem i madh zhvillimor. Kështu që unë mendoj që duhet që pjesë e këtij sistemi të përfshihen edhe mësues ndihmë. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, në sistemet e parauniversitare, një mësues është përgjegjës për 2 nxënës të tillë. Kurse në sistemin parashkollor, me sa unë kam informacion, nuk kemi mësues ndihmës, vetëm punonjës social. Faleminderit. Po, atëherë, po Bora. Po. Ndizë mikrofonin të dhëmë. Veten, nëse është kompetencë e bashkisë apo e drejtorisë arsimore të Durrës, plotësimi me këtë desha. Faleminderit. Po, Drejtoresha. Atëherë, në kopshtet që kemi në kopshtet e qytetit që janë edhe me ushqim, ne kemi mësues ndihmës edhe psikolog që mbulojnë fëmijët që janë me spektrit të ndryshëm. Edhe mësues ndihmës, ndërsa në kopshtet ku është shkolla, në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, i kanë mbulu punojësit e drejtorisë arsimore. Domethënë ata kanë vendosur në dispozicion edhe të fëmijëve të arsimit parashkollor punonjës që janë për specifikat e fëmijëve.
Okej, do kush fjalën në lidhje me pikën? Jo, atëherë do të hedhim për votim pikën e propozuar me ndryshimet e komisionit. Pra do hedhim në votim ndryshimet e komisionit. Kush është për ndryshimet e komisionit për zvoglimin e numrit të punonjësve? Ju lutem shprehni votën. Kush është për ndryshimin? Kush voton kërkesën që ka bërë ndryshimet komisioni? Kush është që ta ulim numrin? Kush është dakord që ta ulim numrin? Pa propozimit komisioni ka sjellë për uljen e numrit. Kush është dakord, ju lutem shprehni votën? Jo. Kush? Vokretar. Tashi. Vokretar. Edhe një herë, Vokretar. Jo, ne gjëja kryesore që është, duhet kuptojmë njëri tjetrin. Ka një Atëherë, faleminderit zotëmi. Të nderuar këshilltar, komisioni është marrur edhe bëri kërkesë për uljen e numrit. 862. 862. Atëherë, propozimet e të lutem, duhet kuptohemi me njëri tjetrin. Po, zotë. A mund të flas pak, lutem? Po, zotja Ademi. Është e drejta e çdo këshilltari të flasë për pikën e rënd të ditës. Është e drejta jote të ulësh numrin, ne nuk jemi dakord. Secili ka fjalën. Okej, atëherë ju lutem këshilltar, që të kuptohemi. Unë me takon është detyrim që unë të hedh në votim kërkesat kartonit. Unë dua që të hedhim në votim kërkesat e komisionit për uljen e numrit të punonjësve. Kush është dakord ta uli numrin e punonjësve? Ju lutem shprehni votën. Po sekretar, ju lutem administroj votën. 1 minutë, ka mundësi. Sa vota janë? Ka mundësi 1 minutë bëjmë një 4 vota. Atëherë, zoti Uka, lutem, ta marrë. Të lutem. Komisioni nuk hedhet votimi i komisionit tu. Komisioni kur ka bën mbledhjen e komisionit, ka marrë një qendrim, ka shprehë një votim. Dhe këtu vjen drafti që ka sjell Zoti Uka. Jo, e ke gabim. Zoti Ademi, të lutem, si kryetar komisionit, të lutem merr fjalën. Të lutem mos më mbyll. Të nderuar këshilltar, kërkoni fjalën kur kërkoni të flisni. Ja japni fjalën. Kërkoni fjalën, pastaj tu hapet mikrofoni. Ju lutem. Zoti Ademi, të lutem në lidhje me propozimin e komisionit. Ndisni mikrofonin, lutem. Ndisni mikrofonin, lutem. Zoti më ka bën ndryshe mua edhe ke punë tjera jam ndryshe jushur. Son punë 18 orë, 19 orë si në shtron kërkuj. Këta dun ke karta, kret, tingi karta. Të majmë karta taksa paguesish. Dhe në sistem demokratik nuk ka me këtë privatin sot. Zotri, në qësë që për shemën po marrë me emën ceni, thot komisioni jo kot, mos ta mbledh mo. Jo, është detyrim. Jo, është detyrim ju. Ju në të bëni komision,
E në të vëni mjekën e thotë gjithë të rruj unë. Zotëri, komisioni, ku mlenë 4 orë, bile ku pranon e cenin, e në ato, e në i tjetë që të vite që t'jem transparent, që t'i marrin veshë që bënë. Zotëri, ajo sët momentalisht ka qatë që ku më thamun, në punë. Sët momentalisht, që të bindin këta. Qatë ka, në që se ka në e shqiltarë këtu, se një e kse marrë një në punë, një, si puna ime tek pull, ja këshin flet një në punë, për tarë në ledhja. Dhe asjes mjedhen tjetër. E kështë marrë një punojës, nam një punojës dhim ledhja. Nam një dhe në punë dhim ledhja. Që si ju vazhdoni kështu, nam një dhe në punë dhim ledhja, një ki popët që ju ka ju. Do a thëmë me emna që si i kanë kujtu në vendin e punës. Do a thëmë me emna, e kam kurajnë, jo vërë punë, me që në vajin që të i thëmë. E nësë më bë përshlipe fare. Edhe korupcionet do a thëmë. Zotri, ajo qashtë që ku caktu unë ka sët, momentalisht kam punë. Për që të i marrë këta tjetë, edhe këta zonja thotin shumë, edhe ka të drejtë qenë shumë, dhe unë kom të drejtë qenë shumë. Po për të marrë që hajde si në adhezgji, i lem, qatë ka, ja s'ka për të marrë, s'ka për tek. Bile, po që ta din këshiltar. Kur në njëri, ka shku, ka thonë, unë të dhi, ma një vend pune, atë mo është të liritja, është vetëm këshiltar si e. Sa mund të hajnë, ti shtemja 5 vetë, ti thoma se, merë mi dim punë mu. Që këshiltar e mun? Që këshiltar e mun? Unë jam për interesin publik, nuk jam për interesin e më janë këtu. Këta të hajnë kanë bëzë gjithë një plan, vinë më ndjedhje vetëm për një vend pune. Pa e ti si bëjtë. Ta kujton se si merë dhe këta e vokër e dibra. Për do a thonë këtë, do a thonë me enë me janë, s'kam frikë unë. Ja ve sëtë, këta mund të e sëtë, sëtë, maru punë për sëtë, maru punë për sëtë. Po do a thonë me enë me mbjanë. Bide, do të thonë i tjetër, që ka punojës bashkije, që ka punojës bashkije që merë di roga. Do a them dhata, po me të të gjëra unë. Di për dëra. Di. Ti shavi për të qej, këmë si të keta. Dhe t'i thonë, bile të tjap, edhe një vendin falsët bërëm nga ta struktura. Për të pagu. Vendin falsët. Komisionin Ovenja, s'me komisionin thotë ceni. Shave. Shave 4 orë të në mjedi unë atë, më dhe të komplet ja unina gjithë. Po qatë, disa më dhemë mu me hek një punëtor, s'kam punë, kam gjata punëtor në punë, së një hek s'taj se më dhemën. Ju s'kina s'njëmër, ju kësë repni, ju këna këtu për trepë, marim karta, thotë ta. Faleminderit zotë Ademi. Atëherë hedhim në votim pikën e indicës pa ndryshime, ju lutëm shprehni votën. Unë të ta djek tjenë në fund, ju lutëm sekretari të administrojë votën, po, kundra, abstenim. Ju lutëm shpreh votimet e dy votimet, zoti sekretar, shpreh të dy votimet që u bë votimi për ndryshimet. Jo. Dua kërkesën për ndryshim komisioni. Sa janë kundër, sa janë pro, sa janë kundër, lutem. Ndizë mikrofonin lutem. Tani cilën përgjigje do të parë? Dua atë të komisionit dua. Në radhën e parë ishin 4 pro, 6 abstenim, 13 kundër. Ndërsa kur e hodhe pa ndryshime. Pa ndryshime tash. Pa ndryshime. Kjo ishte me ndryshime, që kërkuam me ndryshime. Tash pa ndryshime. Pa ndryshime 20 pro, 2 kundër, 1 abstenim. Faleminderit. Edhe një herë, një minutë për procedurë. Po zotë Ademi. Edhe parë që thani komisioni. Thani. Vetëm Tibora. Dhe më kesh koma konës. Edhe ku e kanë në mbi këshiltar dhe t'i shofë, ko dhe marrin. Unë i di emnat. Manja men, unë ekstem kam qenë gjithë jetën, për të keshën, një për të meren, Manja men, edhe toj, sa këtë mësute. Edhe ti sa këtë mësute. Dhe edhe personalisht, dhe ti qeshë shumë me trunë. Ti personalisht. Manja men, se bëte i morë një këshiltari, një e kini marë që shte, për tarë mbledhja. Për tarë mbledhja kini marë një këshiltari, koto se sa këshiltare. Vinë figurant për gëtë dërën, kështu pojë, si të një. Puna është, sepse qenë komision nuk e kundështove dhe vrajë dakord. Këta, konfliktit interesit, konfliktit interesit këtë të mëjë. Të se këshiltarë një, hajtë me një natë të dëni.
Ata nuk i interesin. Lutem shumë, a do flasim për pikat e rendit të ditës? Rendi ditës, apo rendi për ditës. kërcënime dhe gjëra të tjera? Kërcënim kush ta marrë se më përshtypi unë nuk zohem. Kur Lutem zohem shumë, me a do emën, flasim për rendin e ditës? Se kam problem me kërcënimin. A do flasim për rendin e ditës? Edhe një për rendin e ditës, për strukturën. Për strukturën. Okej. Që të them unë, nuk është kërcënim që një qytetar ja keni marrë një punë për të ardhur këshill. Nuk është kërcënim. Është për padi. Është për padi. E kupton zotë Emir. E dyta, nuk është kërcënim. Nuk është kërcënim që të marrish vend e punë duke përfituar, e ka je beton, lesës betim s'di këta. Je beton, do të jemi dent. Qytetari, i dent. Por ti çu cent për cent i lekë të taksapaguesive. Je beton, më ne më s'ka betim këtu ta ka dalë s'ka fa hiç. Puna është sepse je beton. Ku e ka betimin? Plus konflikti i stresit. Si që do ke punë, lidhet komisioni, rre 4 orë, këta të hajnë, për sa konjektura kanë bërë që të marrë në punë, po të them shprejmisht, quaj kërcënim, quaj kërcënim. M'fal pak, a komisioni i vendos i miraton rendin e ditës. Komisioni Komisioni, okej, po largomin e tij. Edhe një herë, komisioni, Zoti Ademi. Edhe një herë, komisioni. Edhe një herë, Konkludoni, lutem. Komisioni është filtr. Nuk voton ashtu origjinal. Po pra ti po thuaj që ka vendos komisioni, edhe një ta shëroj që thomu. Të lutem, mos ta kthejmë në debat, të lutem. Komisioni, jam dakord me Zonja këshilltare, zonja këshilltare, të lutem, të lutem. Unë nuk po fal ai, o çokol. Unë nuk po them. Ju lutem këshilltare, mos do hyni pa marrë fjalë. Zoti Ademi. Shpreh mendimet e mia. Është votohet si dush, dash bën 8000. 8000 bëni, si dush. Unë jam i detyruar për publikun, jo për ju më. S'tash për ju, unë ordi. Okej. Fare zero. Për publikun. Jam këshilltari më i votuar. Që 25 vjet. Pa i thonë kërkuj në votën. As si kom detyrim kuj. Tashi, vjen një komision, 3-4 orë. Atë ka gjithë zonja, nuk mund të shtej. Po, më kundështohet, e pyta bile, thash, sa ka munges? Nuk ka drejt kundështimi. Jemi kundështona i thotë, se ne bëj këtë punë me këta njerëz. Kundështona se ka drejt ligjore. Dhe e pyta, sa ke pa marrë në punë, si pa marrë në punë, mos e ti. Ta që në kanë bërë reakcion këta, këshilltar, se këshilltar bërë reakcion, nuk këshilltar punëtor të tu qepë se në e këpi punë, jo. Se s'ka kushqehet. Po, ka këshilltar, ta që i bëjnë pazare. Ditë mi marrë mu, të rekti, e në ti shtetë. Se po shkët shtohet, që nuk shtohet bëjnë, se nuk jenë punë atë ose këtë. E kupto. Votonja si të kini shqe, bina shtonja dhe pak. Të ndërua këshilltar, ju lutem të respektojmë njëri tjetrin, edhe të kërkojmë fjalën, mos ta kthejmë në debat se këtu nuk kemi debat me njëri tjetrin, as kemi debat. Edhe nëse është debat, duhet të jetë konstruktiv. Atëherë, kalojmë tek pika numër 4, është projekt vendim për miratimin e paketës fiskale të Bashkisë Dibër për vitin 2026. Unë kërkoj relatorin e kësaj pike, edhe ndërkohë ja lë drejtimin e seancës Marios për 5 minuta për sa nevoja personale. Faleminderit.
Okej, atëherë e lëm 5 minuta pushim për të kryer nevojat edhe e rifillojmë. Mirë.